Horoskopi ditor e premte 23 janar 2026. Dashi. Planeti juaj sundues Marsi motivon veprimin. Sot, përqendrohuni në rritjen personale. Përqafoni mundësit për vetë zbulim. Një takim i papritur mund t'ju rrisë vetë besimin. Profesionalisht, durimi është jetësor. Shmangni vendimet e nxituara. Financiarisht, investimet kërkojnë vlerësim të kujdesshëm. Emocionalisht, ju frymëzoheni për të ushqyer marrëdhëniet, duke thelluar lidhjet. Çlironi kreativitetin në zgjidhjen e problemeve, veçanërisht në mjedise grupore. Shoqërisht, një ftesë surprizë forcon lidhjet e komunitetit. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi ritualeve të pushimit dhe kujdesit për veten për t'u rimbushur. Dëshira juaj për fitness mund t'ju çojë të eksploroni një ushtrim ose sport të ri. Shpirtërisht, momentet e reflektimit çojnë në njohuri të reja. Mbështetuni në praktikat e vetëdijes, duke lejuar meditim paqësor. Mbrëmja favorizon relaksimin me të dashurit, duke ofruar një shans të përsosur për të shprehur mirënjohje. Dashi, shfrytëzoni energjinë pozitive të sotme dhe qëllimet e përputhura për të manifestuar ëndrat tuaja. Universi mbështet ambiciet tuaja, qëndroni të përqendruar. Demi. Sot ndjeni një bazë të qëndrueshme në këmbët tuaja, ideale për të marrë vendime të informuara. Venusi, sundimtarja juaj, rrit sharmin bindës, veçanërisht në negociata dhe prezantime. Çështjet financiare marrin qartësi. Prisni njohuri mbi rregullimet e buxhetit që sigurojnë prosperitet. Atmosferat romantike ftojnë intimitet më të thellë me partnerët. Demat beqar mund të gjejnë një lidhje premtuese. Sot është perfekte për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata. Kreativiteti lulëzon, shfrytëzoni anën tuaj artistike për frymëzim të ri për të rirë. Në sferat profesionale, bashkëpunimi është thelbësor. Prioritizoni punën në grup për të arritur qëllime të përbashkëta. Yjet sugjerojnë një ndryshim të vogël shëndetësor, siç është të provoni një rutinë të re mirëqenjeje ose një ndryshim dietik për vitalitet. Në aspektin shoqëror, dëshira juaj për biseda kuptimplote i afron miqtë e ngushtë. Pavarësisht nga angazhimi, relaksimi ju gjen përmes aktiviteteve të qeta si kopshtaria ose gatimi. Relaksimi në mbrëmje, ndoshta me një hobi të preferuar, siguron qetësi, duke përgatitur skenën për atë që do të vijë në udhëtimin tuaj. Binjakët. Energjia juaj e gjithanshme arrin kulmin sot. Merkuri, planeti juaj sundues, përmirëson aftësitë e komunikimit, duke e bërë atë një ditë ideale për jetëzim. Njohuri të papritura shfaqen gjatë ndërveprimeve. Profesionalisht, jeni të gatshëm për zgjidhje krijuese të problemeve dhe inovacion. Kolegët e vlerësojnë kontributin tuaj. Financiarisht, tregoni kujdes në investimet spekulative. Konsiderimi i kujdesshëm parandalon gracka. Emocionalisht, lidheni me miq dhe të dashurit për shkëmbime të gjalla që ju ngren moralin. Kërkoni aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, të tilla si enigma ose një rutinë re fizike. Takimet shoqërore ofrojnë mundësi të gëzueshme për të takuar personalitete eklektike. Rritja personale është në qendër të vëmendjes, duke ju inkurajuar të jepni përparësi mirëqenies mendore përmes praktikave të vetëdijes. Një pushim në mbrëmje ju lejon të rimbushni energjit mes një agjende të ngjeshur. Binjakët, shfrytëzoni konfigurimet qiellore të sotme për të përqendruar në projektet personale. Ky vrull kozmik ndihmon në krijimin e një vizioni për përpjekjet e ardhshme. Balanconi energjinë tuaj dinamike me reflektim të menduar mirë. Gaforria. E rrethuar nga shkëlqimi hënor, dhuratat tuaja intuitive janë të thella sot. Besojini instinkteve në udhëheqjen e vendimeve të mëdha, veçanërisht në çështjet personale. Marrëdhëniet e ngushta tërheqin butësi, shprehni nevojat emocionale hapur. Profesionalisht, natyra juaj e ndërgjegjshme bie në sy, duke nxitur lidhje të forta. Dita e sotme është ideale për të marrë me projektet në pritje me një fokus të ri për të rirë. Financiarisht, rishikoni këshillat e mëparshme, pasi ato ofrojnë largpamësi të vlefshme. Për sa i përket shëndetit, jepni përparësi ekuilibrit ushqimor, duke siguruar nivele të qëndrueshme energjie. Kreativiteti lulëzon, kanalizoni këtë energji të gjallë në ndjekje artistike. Angazhohuni me familjen, inkurajimi i tyre lehtëson barën. Një valë nostalgjike fton reflektime mbi arritjet e kaluara, duke ju mbështetur në aspiratat e tanishme. Mbrëmja sjell qetësi që kalohet më mirë në vende të shenjta personale si një cep i rehatshëm ose një banjë e nxehtë. Rimbushni energjinë nga ndikimi i hënës përmes meditimit ose thjesht shikimit të yjeve.
Energjia e sotme përputhet me ushqyerjen e shpirtit dhe shprehjes, duke ju fuqizuar të kujdeseni për veten dhe ata përreth jush. Luani, shtigje të ndezura sot me ndikimin dinamik të diellit. Aftësitë tuaja krijuese shkëlqejnë. Filloni projekte me besim. Idetë tuaja vizionare tërheqin admirim. Profesionalisht, leadershipi është i natyrshëm ndërsa kolegët mbështetin praninë tuaj magnetike. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Shmangni shpenzimet e tepërta duke u përqendruar në stabilitetin afatgjat. Emocionalisht, lidhjet e dashura thellohen. Koha cilësore me të dashurit sjell gëzim. Ekuilibri është qelësi. Prandaj sigurohuni që angazhimet shoqërore të mos errësojnë vetanalizën solo. Nga ana shëndetësore, ushqeni vitalitetin me një dietë të ekuilibruar dhe lëvizje të rregullt, thelbësore për ruajtjen e energjisë. Sipërmarrjet artistike premtojnë kënaqësi. Shfaqni talentet aty ku është e mundur. Nga ana shoqërore, ftesat janë të shumta. Zgjidhni angazhime kuptimplot mbi shpërqendrimet kalimtare. Orët e mbrëmjes favorizojnë relaksimin, ndoshta përmes muzikës ose aktiviteteve të kohës së lirë që qetësojnë shpirtin. Lejoni që energjitë e sotme të frymëzojnë vizione të mëdha, duke sjellë qëllim dhe drejtim në ëndrat tuaja. Luani, ushqeni flakën tuaj të brendshme, duke përdorur karizmën dhe vendosmërinë si forcë lëvizëse. Virgjëresha, sot paqja mbizotëron rutinën tuaj, duke ofruar qartësi dhe fokus. Qiejt udhëheqin natyrën tuaj analitike drejt efikasitetit produktiv në punë dhe në shtëpi. Vëmendja ndaj detajeve është aleati juaj, duke zbuluar zgjidhje që të tjerët mund ta anashkalojnë. Bashkëpunimi lulëzon kur ndani njohuri, duke nxitur respektin nga kolegët. Financiarisht, rishikoni buxhetet. Një qasje e kujdesshme i përshtat shpenzimet me qëllime strategjike. Përmirësimet shëndetësore rrjedhin nga zakonet e qëndrueshme të mirëqenies. Qëndroni të informuar rreth zgjedhjeve të ushqyerit. Emocionalisht, durimi inkurajon empati më të thellë në marrëdhënie, duke zvogëluar keqkuptimet. Shfrytëzojeni ditën e sotme për projekte personale që kërkojnë disiplinë. Qasja juaj metodike shkëlqen. Shoqërisht, lidheni përsëri me shpirtra të ngjashëm që ofrojnë mbështetje të shëndetshme. Shmangni angazhimet e tepërta. Qetësia qëndron në balancimin e angazhimeve dhe kohës cilësore. Relaksimi mbrëmjes kalohet më së miri në vetanalizë ose shprehje krijuese, duke ofruar ngushëllim dhe kënaqësi. Virgjëresha, talenti juaj për organizim dhe mençuria e lindur përzien potencial të fuqishëm për arritjen e aspiratave dhe për parim të qëndrueshëm. Peshorja, harmonia mbush ditën tuaj në udhëheqjen simpatike të Venusit. Ju balanconi pamundim fushat sociale dhe profesionale, duke krijuar hapësirë për ndërveprime të kënaqshme. Puna në grup shkëlqen ndërsa lundroni në dinamikën e grupit me diplomaci. Dita e sotme është perfekte për ndërmjetësimin e mosmarrveshjeve ose nxitjen e bashkëpunimeve. Lindi njohuri financiare, duke sugjeruar mundësi unike investimi që ja vlen të eksplorohen. Adresoni marrëdhëniet personale me empati. Mirëkuptimi shëron tensionet e kaluara. Emocionet rrjedhin në mënyrë harmonike, duke forcuar lidhjet me ata që janë afër. Shprehjet artistike ftojnë. Kënaquni me kreativitetin për frymëzim dhe relaksim. Përmirësimet shëndetësore manifestohen përmes aktiviteteve të vetëdijshme si yoga ose tai chi, duke promovuar paqen e brendshme. Shenjat sociale lulëzojnë kur prioritetet përputhen me vlerat e përbashkëta, duke thelluar respektin e ndërsjellë. Koha e lirë në mbrëmje premton kënaqësi qetësuese, ndoshta në formën e një filmi ose libri të preferuar. Besoni në harmoninë kozmike për të udhëhequr rritjen personale. Ju përqafoni potencialin tuaj, duke përjetuar si qetësia ashtu edhe mundësi gjallëruese që ripërcaktojnë qëllimet e ardhshme. Akrepi, sot rezonon me frymën transformuese. Fuqia e Plutonit rrit vetanalizën. Shërtoni besimet që ndihmojnë vetëdijen, duke çuar në evolucion personal. Ambiciet profesionale intensifikohen. Qasjet asertive sjellin përparime në projektet e ndenjura. Financiarisht shpërblehen planifikimi strategjik. Vlerësoni plotësisht opsionet për investime të shëndosha. Emocionalisht përballuni me cenueshmërinë. Ndarja e të vërtetave ndërton besim në lidhjet intime. Energjitë e fuqishme joshin aventurën. Kapni mundësitë për përvoja të reja që zgjerojnë perspektivën. Inkurajoni kreativitetin transformues në punën personale, ku intensiteti mund të nxjisë përparimin. Përmirësimet shëndetësore lindin duke përqafuar ndryshimet
qoftë fitness apo modifikime diete. Shoqërisht, kultivoni ndërveprime kuptimplote me ata që ju sfidojnë dhe ju mbështesin. Meditimi i mbrëmjes ndihmon në kanalizimin e energjive intensive në mënyrë produktive. Shprehni mirënjohje përmes akteve të vogla mirësie, duke pasuruar lidhjen tuaj të komunitetit. Akrepi sot ofron rrugë të qëndrueshme për rritje. Ushqeni instinktet me guxim dhe vendosmëri, duke kanalizuar fokusin tuaj të frikshëm drejt ndjekjeve kuptimplote. Shigjetari. Energjitë e bollshme inkurajojnë ndjekjet në eksplorim dhe mençuri. Ndikimi i Jupiterit amplifikon dëshirat për të mësuar. Përpjekjet arsimore nxisin rritjen. Profesionalisht, një qasje filozofike ndaj sfidave nxit zgjidhje inovative që frymëzojnë kolegët. Financat zbulojnë shtigje të reja. Merrni në konsiderat këshillat e ekspertëve përpara se të ndërmerrni sipërmarrje spekulative. Emocionalisht, pikpamja juaj optimiste forcon marrëdhëniet, duke sjellë gëzim dhe inkurajim për të dashurit. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi aktiviteteve në natyrë që fuqizojnë dhe rifreskojnë shpirtin tuaj. Kreativiteti zgjerohet ndërsa eksploroni projekte të ndryshme. Kënaqja me përvojat kulturore rrit motivimin. Shoqërisht, planifikoni takime me tema aventureske, duke bashkuar miq mbi interesa të përbashkëta që festojnë diversitetin e jetës. Koha e lirë e mbrëmjes integron reflektimin paqësor. Ndoshta shkruani në ditar njohuritë e ditës suaj për të hartuar aspiratat e ardhshme. Shigjetari, shpirti juaj aventuresk balancon lirim me disiplinën sot, duke joshur rritjen. Përqafoni ndryshimin çlirues, duke parë çdo hap si një pjesë integrale të udhëtimit tuaj në zgjerim përpara. Britsjapi. Nën dorën stabilizuese të Saturnit, disiplina forcon veprimet tuaja sot. Progresi profesional del në pa nëpërmjet zellit dhe këmbënguljes. Leadershipi juaj frymëzon besim tek të tjerët. Angazhohuni me sfidat që vënë në provë vendosmërinë, duke i përdorur ato si trampolin për avancim. Financiarisht, qëndroni konservator. Menaxhimi i kujdesshëm siguron sukses afatgjat. Bisedat emocionalisht të bazuara sqarojnë marrëdhëniet personale, duke ushqyer vetëm lidhja autentike. Kreativiteti është i pjekur për projekte të strukturuara. Nisja e planeve të detajuara çon në rezultate të frytshme. Përmirësimet shëndetësore lidhen me rutinat e qëndrueshme që stabilizojnë nivelet e energjisë. Takimet shoqërore sillen rreth diskutimeve produktive. Rrjedhëzimi me qëllim duke nxitur rritjen e ndërsjell. Koha e pushimit në mbrëmje është ideale për të rishikuar qëllimet afatgjata, duke i ripërshtatur ato me ambicjet aktuale. Qartësia e brendshme shkëlqen kur përputhet me ritmin e universit dhe aftësinë tuaj. Britsjapi sot ofron bloqet ndërtuese të arritjeve të qëndrueshme. Pengesat transformohen në mundësi rritjeje. Zhbllokoni potencialin përmes përkushtimit dhe integritetit që mbrojnë aspiratat e ardhshme. Ujori. Energjia kozmike e sotme amplifikon thelbin tuaj shpikës, duke nxitur inovacionin. Përqafoni iniciativa me mendim përpara kur rrezatojnë ide të reja. Kultivoni potencialin e tyre përmes planifikimit strategjik. Bashkpunoni në sferat profesionale, duke sjellë perspektiva të reja në projekte që kërkojnë zgjuarsi. Aspektet financiare marrin qartësi. Merrni në konsiderat rrugë të papritura për rritjen e të ardhurave. Emocionalisht, lidhjet rriten ndërsa ndani njohurit të vërteta, duke nxitur besimin midis miqve dhe familjes. Rrethet shoqërore zgjerohen përmes dialogut tërheqës, duke lidhur shpirtra me mendje të ngjashme që festojnë idealet kolektive. Ndërmarrjet krijuese ftojnë eksplorimin përtej zonave të rehatisë, duke përzier teknologjinë me artin për shprehje autentike. Përmirësimet shëndetësore lindin përmes praktikave holistike të mirëqenjes, duke siguruar vitalitet të gjallë. Mbledhjet e mbrëmjes nxisin pjesëmarrje entuziaste, duke pasuruar lidhjen tuaj të komunitetit. Rizbuloni pasionin në hobi që ndezin imagjinatën, duke frymëzuar përpjekjet e ardhshme. Ujori, lulëzoni sot në vizionin tuaj dallues, duke thyer barrierat ndërsa mbeteni të rrënjosura në autenticitetin personal dhe harmoninë komunale. E ardhmja ju thëret me mundësi që presin të realizohen. Peshqi. Natyra juaj intuitive noton përmes rrymave ndërimtare sot, e udhëhequr nga tekat e Neptunit. Zhytuni në projekte të pasura me imagjinat. Prekja juaj artistike shkëlqen shkëlqyeshëm. Profesionalisht, hapësira që lejojnë kreativitetin përforcojnë ndikimin tuaj, duke tërhequr mundësi bashkëpunimi. Financiarisht, besoni instinkteve. Vëmendja e kujdesshme zbulon perspektiva fitimprurse.
Emocionalisht, thurni lidhje përmes empatisë. Dëgjoni thellë ata që ndajnë ëndrat tuaja. Daljet krijuese mbushe me potencial. Eksploroni muzikën, artin ose shkrimin për përmbushje personale dhe gëzim. Praktikat holistike nga ana shëndetësore rigjallërojnë, duke ruajtur ekuilibrin fizik dhe shpirtëror. Ndërveprimet shoqërore rifreskojnë kur investoni në marrëdhënie të vërteta që çmojnë vizione të përbashkëta. Një tërheqje në mbrëmje në hapësira të qeta, ndoshta nën qiell, rivendos energjinë tuaj të gjallë, duke ushqyer ndjekjet e kërkimit të shpirtit. Peshqit, sot ofrojnë një oqean mundësish. Zemra juaj e dhemshur dhe ndjenja e thellë e mirëkuptimit udhëheqin këtë udhëtim. Shfrytëzoni baticat qiellore aktuale për të krijuar përpjekje të mbushura me empati, duke përqafuar çdo moment me hapje dhe besim. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.